Përshëndetje. Mirë se u gjej të gjithëve, të dashur miq. Do të jemi sot në pjesën e parë me një të ftuar i cili sigurisht ka ardhur disa herë në programin ton, herë si aktor, herë si regjisor, herë si moderator, por sot vjen në fakt me një tjetër status, sepse praktikisht që nga fillimi i këtij viti, ai është duke përmbyllur, le të themi në dhjetor të 2025-s, gati një vit në krye të një detyre të rëndësishme, të një institucioni shumë të rëndësishëm kulturor dhe artistik siç është ai i teatrit kombëtar. Kështu që për herë të parë do të vi në statusin e drejtorit të teatrit kombëtar, me shumë kënaqësi e pres dhe për të pyetur dhe për të mësuar se si ka qenë ky vit eksperiencë për të dhe gjithë bilanci le të themi i këtij viti të parë me këtë peshë dhe përgjegjësi kaq të rëndësishme mbi supe. Presim Indrit Çobanin. Indrit Çobani, mirë se erdhe i dashur. Falenderoj që je këtu për herë të parë si drejtori i teatrit kombëtar. Dhe me këtë rast edhe të uroj gjithashtu sepse ke qenë shumë i kursyer në intervista gjatë këtij viti, më herët ke qenë i angazhuar sigurisht në projekte të tjera artistike, kurse këtë vit besoj që të ka marrë shumë kohë tashmë teatri kombëtar apo jo. Po, patjetër, është, koha ka qenë, domethënë, më e ngushtuar për sa i përket aktivitetit tim personal edhe akoma më shumë ka zënë vend teatri në jetën time edhe po s'jam i mërzitur për këtë. Nuk je i mërzitur, është sfidë e bukur besoj, apo jo? Po, është edhe kënaqësi në fakt që përgjithësi sigurisht e madhe, po edhe kënaqësi që të ke mundësi disa nga idetë që shpesh i kam ndarë me publikun, po edhe me kolegët, kemi mundësi t'i realizojmë tani në teatrin. Unë do të ftoja të uleshim, të reatoheshim për të folur më gjatë me Indrit Çobanin, drejtorin e teatrit kombëtar tashmë prej një viti dhe pikërisht për të folur edhe për të bërë një bilans le të themi të kësaj pune një vjeçare tënde edhe të një aktiviteti një vjeçar të këtij institucioni kaq të rëndësishëm. Le të sjellim fillimisht insertin që kemi përgatitur në lidhje me këtë moment, e ndjekim dhe kthehemi në studio. Indrit Çobani është një nga emrat më të spikatur të teatrit shqiptar, një artist që prej vitesh i ka dhënë zë dhe formë skenës si aktor, regjisor dhe krijues. I diplomuar për regji, dashuria për teatrin ka nisur herët, e sot numëron mbi 20 vite në skenë. Me një karrierë të ndërtuar mbi pasionin dhe përkushtimin, ai ka qenë pjesë e 10 produksioneve teatrore, të cilat kanë lënë gjurmë jo vetëm në rrugtimin e tij profesional, por edhe në jetën artistike të institucionit që sot drejton. Në interpretimet e tij, me role të ndryshme në veprat si Henry VI, Macbeth, Familja Tot, Pamje nga ura, Engjëjt e Amerikës, Vrasja e Maratit, Lucrezia Borgia, Mashtrimi e shumë të tjera, Indrit Çobani ka ditur të ndërthur intensitetin emocional me finesën artistike, duke sjell personazhe të realizuar mjeshtërisht, ndërsa si regjisor, ai ka ngjitur në skenë shfaqje të mrekullueshme për publikun, të tilla si Ndaj të ngrysuri, Edmond e shumë të tjera. Për janarit të këtij viti, Indrit Çobani mban edhe detyrën e drejtorit të teatrit kombëtar, një rol që vjen si vazhdim i natyrshëm i rrugtimit të tij artistik. Në këtë pozicion, ai po ndërton një teatr bashkëkohor dhe dinjitoz, i cili respekton traditën, por njëkohësisht kërkon forma të reja komunikimi me publikun. Sa i përket jetës personale, Indrit Çobani është i martuar me aktoren dhe regjisoren Andja Xhunga dhe së bashku janë prindër të 2 djemve, duke ndarë mes tyre çdo moment së bashku, por edhe dashurinë për artin. Sot Indrit Çobani vjen në studion ton në një rrëfim për herë të parë si drejtori i teatrit kombëtar. Ky ishte profili për Indrit Çobanin. Indrit, pra, ndryshe nga çdo herë tjetër, ti ke parë gjatë këtij viti nga një tjetër këndvështrim teatrin kombëtar apo jo? Po. E ke parë si aktor, e ke parë si regjisor, ndoshta edhe si pjesë e publikut duke ndjekur shfaqjet e kolegëve të tu, ndërkohë këtë herë gjatë gjithë këtij viti në një tjetër qasje le të themi ke pasur edhe sigurisht përgjegjësisht të ndryshme. Po, domethënë në një farë kuptimi unë i kam shkelur korridoret edhe paskuintat e teatrit edhe si asistent regjisor në fillimet e mia, kam qenë asistent i regjisorit Arben Kumbaro në një projekt teatrit kombëtar, më pas me role sigurisht rolet e mia të para kanë qenë të një peshe jo shumë të madhe me trupën, pastaj si pjesë e trupës.
si aktor, pastaj kam pasur rastin edhe dhe mundësinë që të vë edhe si regjisor shfaqje me trupin e teatrit kombëtar, dhe tani kam fatin edhe përgjegjësinë për ta drejtuar u bë gati një vit trupin e teatrit kombëtar. Sigurisht përgjegjësitë janë krejt të ndryshme, sepse edhe sfidat gjithashtu, sepse janë disa planshe tashmë, domethënë janë në planin artistik, sepse duhet të orientosh kalendarin artistik që është shumë i rëndësishëm për sa i përket jo vetëm estetikës apo një procesi vjetor në cilin do të kalojë trupa, por edhe për identitetin që ka teatri kombëtar. Është një rafsh tjetër është financiar gjithashtu, sepse nuk ka prirje vetëm drejt kalendarit artistik, por kjo ka edhe një reflektim në buxhetin edhe mirë menaxhimin e tij. Organizativ patjetër, sepse trupa është e madhe, është trupa artistike, është administrata, është prodhimi, është teknika, janë gjitha sektorët të cilët duhet të koordinohen, por është edhe përgjegjësia dhe sfida publike pasaj, sepse çdo gjë ndodh në sy të publikut, edhe transparenca gjithashtu është shumë e rëndësishme. Sfida është të gjesh atë ekuilibrin, nëse e ke arritur do ta gjesh ekuilibrin, apo ndoshta dominon njëri apo tjetri më shumë, pra administratori apo artisti në këtë detyrë, cili ka peshë më të madhe? Po patjetër që ka administratori në këtë rast, pavarësisht se unë nuk jam të rrequr nga aktiviteti, kalendari ka pasur shfaqje ku unë kam qenë pjesë, siç ka qenë Turela, siç do jem sot në orën 20 e Fausti. Kemi Faustin, Rivënie, ka qenë një super shfaqje. Rivënie sepse në kalendarin e 2025-s, të cilin e orientuam së bashku me bordin e teatrit kombëtar, ne nuk u fokusuam vetëm te 4 premierat të cilat programuam për t'i mbështetur edhe për t'i dhënë jetë në skenë, po gjithashtu edhe në ndërtimin e kalendarit të repertorit, edhe me shumë kënaqësi them që rikthyem për shembull një premierë të 5 viteve më përpara, Ferma e Kafshëve, të cilën e risollëm këtë sezon në shfaqje dhe kemi bërë një inspektim së bashku me skenografët, me regjisorët, me kostumografët e teatrit, të gjithë kostumografive, kostumeve apo të skenografive që janë në gjendjen teatër për të parë se çfarë nevoje kanë për të merremetuar dhe të gjitha mundësitë për të vazhduar këtë ciklin e rikthimit të shfaqjeve dhe mbajtjeve tyre në repertor.